S'ka njeri pas prova, vëllezër. Dikush në shëndet, dikush në fëmijë, dikush në grua ose në burr, dikush në pasuri, dikush Allahu na ruajt në fe. Po sprova është diçka e pandashme për jetën e njeriu. Thjesht muslimani përmes dinit të Allahut mësohet se si ta amortizon këtë sprov dhe si kjo sprov mos të arrijë në fenë e tij. Gjithë shka që na vjen, duhet ta ruajmë këtë sprov që mos të godit kapitalin tonë, ajo është feja Allahu xhallahu ala. Gjithë shka tjetër vjen e shkon. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Allahu thot ne do të ju sprovojmë me sprova në qfar? Me uri dhe me frikë dhe mangësim të fëmijëve e vladit edhe të njerëzve, wa themerat edhe të, do me thonë të mirave dhe bereqetit. Të jenë sprova prej Allahu xhallahu ala. Po kapitali që ne duhet të ruajmë është dini Allahu te bareke wa taala.